Ky është procesioni Piana dei Albanesi, deri tani kanë ecur kostumet përpara, është duke ardhur kryetari i bashkisë, është procesioni i pashkve. Është një prej ceremonive më të bukura. Shiheni pjesa e parë me kostume ngjiten në skenë, ndërkohë që vijon pjesa tjetër dhe është mbritja e kryetarit të komunës. E gjithë ceremonia zhvillohet në qendër të Piana dei Albanesi dhe është një prej ceremonive më të bukura. Ky është çmimi, po të vini re, është çmimi që do t'i jepet veshjes më të bukur. Janë vajzat veshura me kostumet kombëtare. Është i gjithi argjend dhe ar, pra është argjend dhe ar i prodhuar në Piana dei Albanesi. Janë 3 lloje kostumesh. Ky është kostumi tradicional i kuq me fetari, mbriti kryetari i komunës, i cili mbrit ndërkohë sipër në pjesën e flamurit janë flamurmbajtësit. Flamurmbajtësit keni 2 flamujt e vjetër shqiptar dhe flamurin e Shën Gjergjit mbrapa, pra shiheni, është kjo pjesë. Janë me të gjitha veshjet tradicionale, kjo është pjesa e flamurit që e mbajnë 5 veta. Ndërkohë po vinë veshjet e tjera, unë po largohem, është pjesa e fëmijëve. Shihni se çfarë mrekullie që janë. Fëmijët të cilët vinë të veshur. Është grupi i fëmijëve që vinë të veshur me kostume tradicionale, më pas po eci më tutje. Janë sërish duke ardhur me pjesën e flamurit. Është ceremonia më e bukur që organizohet në Piana dei Albanesi, po mbrin flamuri. Po mbrin flamuri. Është mbritja e flamurit, pra ky është momenti kryesor. Shiheni. Është flamuri i Piana dei Albanesi dhe me yllin e Shën Gjergjit, ndërkohë regjia do ndjeki pak duke ikur në drejtimin tjetër. Këto janë vezët e pashkve. Janë vezët e pashkve, shumë interesante, mund ta marr një. Kjo është veza e pashkve e cila shkruan gëzuar pashkët me flamurin shqiptar me kuq e zi. E keni stolisur vetë? Po, i kanë stolisur vetë, shiheni, janë bekuar në kish nga prifti dhe tashti vazhdojnë. Po, ja dhe fëmijët, pa kjo është pjesa, e ruajnë prej 540 vjetësh, traditën e tyre është duke ardhur pjesa tjetër tani. Më duhet të shkëputem një moment për të lejuar, shiheni sa e bukur është. Veza e pashkëve, ndërkohë është duke mbritur flamuri i Shën Gjergjit. Është pjesa që tregon si të thuash episkopin shqiptare dhe vazhdojnë. Janë rreth 400 vajza me flamuj shqiptar, edhe këto që po vinë janë me kostume shqiptare dhe me flamuj shqiptar, janë kostume të ndryshëm. Ky është kostumi i zi, për shembull i sipërmi, por të gjitha janë me ngjyrat e kuqe poshtë. Unë do eci, këtu do të filloj ceremonia tani, unë do vazhdoj të eci poshtë për të treguar pak se çfarë ka. Gjëja më e bukur janë fëmijët, shihni fëmijët, të cilët janë pjesë e festës dhe veshin kostume një pjesë e cilëve trashëgohen me vite, janë pjesë e trashëgimisë. Dhe tani po vinë pjesa tjetër, është edhe më e bukur, paska dhe burrat, shiheni, pjesa e kostumeve të burrave, është e gjitha shumë e bukur. Edhe pjesa tjetër, vazhdon pjesa e paradës. Tani janë sërish kostumet e tjera. Një pjesë e tyre ngjajnë shumë me kostumet të jugut të Shqipërisë apo të veriut të Shqipërisë. Shihni sa i bukur ishte ky kostum. Dhe vazhdojnë, janë 400 veta që parakalojnë, ndërkohë që pjesa e atyre që i shoqërojnë janë
Jo vetëm arbëresh, po ka shumë edhe shqiptarë, Tiranës. Ja ku doli nga Tirana, shife si i veshur me Kostumi i Tiranës. Ky është kostumi i Tiranës, ja. Kostumet e Tiranës gjithë me kostumet e arbëreshve, edhe kjo është pjesë. Faleminderit. Vazhdoni se mos ju pengoj. Gëzuar, pra është ceremonia më e bukur që organizohet dhe shpërndarja e vezëve. Ceremoninë mund ta ndjekim më pas. Unë po vazhdoj të ecim më tutje vetëm për të parë se sa shumë kostume ka. Vështirë që të gjesh një paradë me kaq shumë kostume edhe në Shqipëri dhe kaq shumë ngjyra. Vazhdojnë të jenë disa prej kostumeve, si tha kryetari i bashkisë, kanë kosto shumë të lartë, kushtojnë ndoshta edhe 30.000 euro, sepse janë të qëndisura komplet me ar dhe të gjitha mbajnë në dorë një gjë interesante që është kjo këtu, që është po ashtu e qëndisur me ar dhe shihni sa e bukur. Ky është kostumi veçantë sepse është jeshili. Si kaluat? Ky është jeshili, kostumi po ashtu i qëndisur me ar nga Berati. Ja dhe pjesa. Ja dhe pjesa e kostumeve. Shihni çfarë ngjyrash, janë të gjitha koloret e kostumeve. Është gati e pabesueshme, sfilata vijon deri poshtë. Pra nuk e di nëse në Shqipëri kemi pasur një sfilat me kaq shumë kostume, ndoshta parada 28 nëntorit janë të gjithë me kostumet e tyre familjare. Është festa e Pashkëve, 2 ditë më pas është festa e Shën Gjergjit në Pjanat e Albanezi, rreth 6.000 banore krijuar në 30 gusht të vitit 1488 sipas të dhënave dhe një traditë që mbahet prej 560 vitesh. Të gjitha shtëpitë poshtë janë stolisura me flamuj shqiptar. Shiheni edhe kostumet, natyrisht kostumet e grave kanë shumë të tepër kolorit dhe po vijojnë drejt qendrës ku mblidhen thash, është sfilata dhe pjesa më e bukur e saj. Vazhdoj në pjesën tjetër, imagjinoni që kam 8 minuta që po flas dhe nuk mbaron sfilata. Është pjesa më e bukur, tani po afrohen edhe kapelet, qeleshet tradicionale shqiptare. Një pjesë e tyre janë veshje që i kanë sjellë dhe nga Shqipëria, pra janë veshje e arbreshve, po përzihen me të gjithë veshjet e tjera shqiptare. Shiheni. Edhe veshjet tipike kapelet. Gëzuar Pashkët. Gëzuar Pashkët. Gëzuar. Pra është vijon tjetë i gjithë procesi. Buongiorno, gëzuar Pashkët. Gëzuar urime. Gëzuar Pashkët. Gëzuar. Shiheni dhe vajzën me kostum sa e vogël është. Shihni sa e bukur. Është pjesa e kostume, vijon deri poshtë, është e gjitha një paradë manice. Parada e arbëreshve të Italisë në Pjana dei Albanezi dhe gjithë flamujt shqiptar. Pashkët të cilat shpërndajnë këtë vezë të famshme flamurit shqiptar nga Pjana dei Albanezi. Si e mirë. Marrë nga Norvegjia, me familje. Po. Për këtë shumë mirë e kemë bërë. Shumë e bukur. Shumë e vendi bukur. si keni qenë? Mirë, ju si jeni? Po ata dështim me marrë foto. Po tjetër, me knaqësi.